Antari i kryesisë së PD-s Grigel Smuçollari ka komentuar shifrat e OKB-s për ushqimin dhe bujqësinë FAO, ku thuhet se 31.8% e shqiptarëve përballen me pasiguri ushqimore, të moderuar ose të rëndë. Muçollari ka hedhur akuzën ndaj Ramës, duke theksuar se pas më shumë se një dekadë qeverisje, Shqipëria ka një nivel të pasigurisë ushqimore rreth 4 herë më të lartë se mesatare europiane, shumë fish më të lartë se vendet e rajonit. Një shifër e vetme rrëzon gjithë propagandën e shfrenuar qeveritare. 31.8% e shqiptarëve përballen me pasiguri ushqimore të moderuar ose të rëndë. FAO, për periudhën 2023-2025. Me fjalë të thjeshta, pothuajse 1 në çdo 3 shqiptar përballet me pasiguri ushqimore. Për krahasim ju sjellim Maqedoninë e Veriut, ku ky tregues është 9.8%, Malizi 9%, Bosnjë-Hercegovinë 8.7% dhe Serbia 6.7%. Ndërkohë, në Shqipëri, e themi dhe njëherë me dhimbje, ky tregues është 31.8%. Pra nuk mund të fajsohet as kriza globale, as lufta, as inflacioni ndërkombëtar. Të njëjtat sfida i kanë pasur edhe i kanë fqinjët tanë. Diferenca është qeverisja. Pas më shumë se një dekade me Edi Ramën kryeministër, Shqipëria ka një nivel të pasigurisë ushqimore, rreth 4 herë më të lartë se mesatare europiane dhe shumë fish më të lartë se vendet e rajonit. Dhe ndërsa qeveria flet për Shqipërinë turistike, për miliona vizitorë dhe rekorde ekonomike, 8.3% e shqiptarëve përballen me pasiguri të rëndë ushqimore. Kjo do të thotë që janë njerëz që hanë më pak se sa u nevojitet, familje që mund të mbeten pa ushqim dhe qytetarë që për shkak të mungesës së parave mund të kalojnë edhe ditë të tëra pa ngrënë. Mëtej Muçollari u shpreh se Partia Demokratike e ka paraqitur paketën e minimumit jetik si pjesë të zgjidhjes, që sipas tij nuk lë asnjë qytetar të vuajë dhe të keq ushqehet. Ai theksoi se i qëndrojnë pas kësaj pakete dhe me ardhjen e qeveri, ajo do të jetë premtimi i parë e cila PD do mbajë.